fushën e prekën duke pasur në mendje vetëm një synim. Llapi po kërkon fitoren për të shmangur zonën e rrezikshme, ndërsa Ballkani 3 pikët për të mbetur në garë për titull. Donse ishin vendasi që ishin më afër triumfit në këtë takim pasi kaluan në përsi me golin e Ardit Tahirit, i cili realizoi nga penalltia. Megjithatë, në pjesën e dytë Xhebrailat u gjuajtën në zgjap për të gjetur golin e barazimit. Kur po shënuej minuta 91, ishte Sandejate Tunxhi i cili solli rezultatin në baraspeshje që ishte epilogu final i këtij takimi. Kështu llapi mbetet në pozitën e 9 me 30 pikë, teksa Ballkani në vendin e dytë me 44 sosh, duke mbetur 13 pikë prapa dritës. Ndërkohë takimi tjetër i zhvilluar të shtunën ishte Ferizaj që mori një fitore të rëndësishme ndaj Dugaxhinit. Ujqit brenda 2 minute realizuan 2 herë në pjesën e dytë. Ishte fillimisht Ardit Topalaj që shënoi për apërsinë e Ferizajt. Ndërsa për golin e dytë u përkujdes Erjon Sadriu, i cili u gjend mirë në 16 metrash për ta futur topin në rrjet. Kurse Dugaxhini u mundua të kthehej në lojë duke ngushtuar diferencën me super golin e Vitor Hugos, por nuk mjaftoi. Ferizaj me këtë fitore arrin kuotën e 35 pikëve në vendin e 6, ndërsa Dugaxhini mbetet në pozitën e 8 me 32 pikë, aq sa ka dhe Suareka në vendin e 7.